Ndodhi 2 herë, Melania bën xhiron e rjetit, eksperti i leximit të buzëve zbulon çfarë i tha Trump. Donald Trump dhe Melania Trump u shfaqën së bashku në një aktivitet garash me makina në Washington 23 gusht, ku një video e shkurtër ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe rrjeteve sociale. Në pamje çifti duket se zhvillon një bisedë të tensionuar. Ajo shihet duke ju afruar Donald Trump duke i thënë diçka, ndërsa presidenti amerikan e dëgjon më pas. Ajo vijon bisedën dhe në një moment ngre 2 gishta. Një lexues profesionist i buzëve, Jeremy Freeman, pretendon se ka deshifruar një pjesë të bisedës sipas interpretimit të tij. Melania dyshohet se ka thënë: "Ky është problemi, njerëzit reagojnë." Trump, sipas të njëjtit interpretim, i është përgjigjur: "Ne do ta ndalojmë." Më pas, Melania dyshohet se ka pyetur: "Do ta bësh?" Ndërsa më vonë thuhet se ka thënë: "Ndodhi 2 herë." Trump është përgjigjur: "E di." Në fund, sipas leximit buzëve, Melania ka thënë: "Nuk mund ta duroj më." Megjithatë, këto janë interpretime të një lexuesi të buzëve dhe jo një transkriptim i konfirmuar i bisedës. Video ka nxitur reagime dhe spekulime të shumta në rrjetet sociale me përdorues që kanë diskutuar për natyrën e bisedës mes çiftit.